që Irani po i bën vendeve xhirit. Po thuaj se përcaktoi që Rusia dhe Kina do dilnin kundra kësaj rezolute, është një rezolutë e propozuar nga Bahreini para 4 ditësh në takimin që ministrat e jashtëm të vendeve të xhirit kishin në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Lavrovi e deklaroi që është e tha tekstualisht që Bahreini ka paraqitur një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit për të dënuar Iranin për sulmet që po bën ndaj vendeve të xhirit, ndërkohë tha që kjo është e gabuar për arsye se juve se keni dënuar në asnjë moment sulmin amerikano-izraelit ndaj Iranit. Dhe përcaktoi qartësisht, në moment që tha që kjo është e gabuar, përcaktoi qartësisht që Rusia nuk do ta votonte këtë rezolutë. Është një rezolutë cilën e kanë votuar, por të gjitha vendet që është interesant, të gjitha vendet që kanë votuar këtë rezolutë janë ato vende të cilat nuk kanë asnjë marrëdhënie tregtare me Iranin. Pra nuk cënohen në asnjë aspekt as sot as nesër nga votimi i kësaj rezolute dhe në rast se lufta mbyllet nesër ose pas nesër, janë vende të cilat nuk bëjnë as japin dhe as marrin në forma tregtare me Iranin, por kanë marrëdhënie tregtare me vendet e xhirit. Pra në këtë moment ka prevaluar interesi ekonomik i direkt, pra interesi direkt ekonomik i vendeve për votimin e kësaj rezolute. Çfarë pare mund ky qendrim i Rusisë dhe Kinës Dritan në lidhje me një Rusisë dhe Kinës paralajmëron që e para Kina dhe Rusia i vazhdojnë të jenë aleatë Iranit, pra kanë deklaruar dhe janë aleatë Iranit, pasi Putini e deklaroi edhe me deklaratën e tij që ne kemi qenë dhe jemi aleatët më të ngushtë të Iranit. Dhe thjesht po presin se si do të shkojë kjo luftë. Pra në rast se lufta merr në një pikë të caktuar që gjithë balanca aktualisht ka filluar, pra balanca në fillim ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ditën e parë më pas e ra, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli tashmë kanë humbur iniciativën strategjike të kësaj lufte, nuk e posedojnë më as iniciativën strategjike ushtarake dhe as atë politike, dhe as atë nivelit diplomatik nuk e posedojnë më, kanë humbur të tëra dhe presin në momentin që në rast se kjo balancë ka filluar të anojë nga Irani, po do të anojë më shumë nga Irani, atëherë veprimet e tyre në favor të Iranit do të jenë akoma më të pastra, akoma më të thelluara dhe akoma më të qarta. Edhe në OKB. Edhe në OKB, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin diplomatik, po edhe në aspektin ushtarak. Ndërkohë, Dritan bën përshtypje dhe diçka tjetër në raport me këtë që po diskutojmë. Kryetari i Komisionit Evropian ka deklaruar që i vetmi i fituar nga kjo luftë është Rusia. Absolutisht, po, ka pasur një të drejtë, unë po ju a them. Po rriten fitimet e Rusisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hequr edhe disa sanksione. Do të kemi një parasysh, në rast se shohim atë që ka ndodhur. Dy fituesit kryesorë të kësaj lufte janë Rusia dhe Kina. Pavarësisht kësaj frenezisje kanë zënë Bashkimin Evropian dhe shumë portale që shohin nga frymë flamuri në mëngjes, na ndërtojnë dhe thonë që Kina po dëmtohet sepse lufta po bëhet për Kinën. Lufta nuk po bëhet për Kinën. Do të kemi gjë parasysh. Pse lufta nuk po bëhet për Kinën? Lufta po bëhet vetëm për Izraelin dhe për interesat biblike të Izraelit, pra për arrogancën dhe ignorancën e perandorisë amerikane. Dhe Kina aktualisht zëvendëson, ka arritur që para 4 viteve 83% të nevojave të saj energjetike në vend i plotson nëpërmjet energjisë alternative. Kështu që pra, nëpërmjet paneleve diellore dhe nëpërmjet këtyre mullive me erë që prodhojnë energji elektrike. Dhe pse kjo i shërben Kinës kjo aktualisht? Duke qenë se tashmë jemi në një pikë që po bllokohet ngushtia e Hormuzit dhe bllokohet me ngushtisë së gjatë. Kjo dëmton Evropën. Pra, vendi që dëmtohet është Evropa. Sepse Evropa nuk ka rezerva strategjike në sasi të mëdha. Dy vendet që cilët kanë rezerva strategjike, pra e përjashtojmë Rusinë sepse Rusia është vend prodhuesi i naftës dhe i gazit, pra nuk tjetër, por dy vendet të cilat kanë rezerva strategjike për një periudhë të gjatë, që mendohet 6 deri 8 muaj, janë Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kanë rezerva strategjike, ndërsa gjithë aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk kanë rezerva strategjike. I vetmi vend i cili ka rezerva strategjike me kohë të gjatë është vetëm Japonia, e cila ka 90 ditë. Të gjitha vendet e tjera, përfshi Bashkimin Evropian, variojnë nga 20 ditë deri në 30 ditë. Kaq është niveli i rezervave strategjike të naftës dhe gazit që kanë. Dhe duke qenë se ti ke këto, atëherë çfarë do bëjnë? Të gjitha këto vendet e Evropës, të cilët sot po bërtasin që janë pro kësaj lufte, pro kësaj sepse janë idiot, pra këta po i ha ujku dhe thonë jo jemi në ëndër. Kujt do drejtojnë Kinës për këtë teknologji të energjisë alternative, sepse nuk ka kapacitete
Evropa prodhimit të teknologjisë të kapaciteteve alternative. Pra, të gjithë këto mullit e erë që juve shihni që veprojnë, të gjithë këto mullit e erës që prodhojnë energji elektrike, këta prodhohen në Kinë, pavarësisht se shumica që i blenë në Shqipëri, i blenë në Hollandë, por prodhimi i tyre bëhet në Kinë. Pra i marrin nga Kina, panelet diellore vinë nga Kina të gjitha niveleve. Pra Kina ka parë tashmë në këtë javë një rritje të madhe të këtyre kapaciteteve, të shitjes të këtyre kapaciteteve. Pra Kina po përfiton sa më shumë, dhe siç thash, Kina nuk po ndalet, po vazhdon të marrë naftë nga Irani, nuk e ka ndalur askush asnjëri asnjë ditë. Në këtë aspekt. Dhe e dyta është Rusia. Pse Rusia? Rusia po shet naftë dhe gaz më shumë se ç'ishte, me çmim shumë herë më të madh se ç'ishte. Të gjitha vendeve. Dhe India ka vendosur t'i blejë edhe më tepër sepse tashmë nëpërmjet Indisë blen edhe Bashkimi Evropian, e marrin edhe këta tjerë sepse s'kan ku marrin. Pra fituesit në këtë mes janë Rusia dhe Kina në aspektin ekonomik, Rusia dhe Kina në aspektin politik, sepse fuqia e tyre politike tashmë po rritet sepse vendet e gjirit po shkojnë dhe po kërkojnë ndihmë nga Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë ndihmë nga Rusia për mbylljen e këtij procesi. Dhe kemi edhe një konflikt tjetër, konflikti i Ukrainës, e cila pothuajse ka marrë fund, pra nuk ka më i Shtetet Bashkuara të Amerikës çfarë kanë bërë? Imagjinoni para 2 vitesh, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën sistemin THAAD në Korenë e Jugut. Në momentin që e vendosën sistemin THAAD në Korenë e Jugut, çfarë bëri Kina? Duke qenë se u prek nga kjo vendosje këtij sistemi THAAD, atëherë çfarë bëri? Ndërpreu marrëdhënien e turizmit që kishte me Korenë e Jugut. Dhe të gjitha kompanitë e Koreas së Jugut që ndodheshin në Kinë, që kishin hapur turizëm, që kishin bërë investime, i përzuri brenda ditës dhe ja bllokoi gjitha, ju amori. Gjitha. Ndërkohë, para 3 ditësh Shtetet Bashkuara të Amerikës e hoqën sistemin THAAD nga Korea e Jugut dhe po e sjellin në Izrael. Atëherë, imagjino, pra ti nga ana strategjike po e dëmton në mënyrë gjeopolitike, pra do të thotë që po i tregon të gjithë aleatëve të tjerë, politikisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë aleat. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës thjesht në momentin që atyre ju intereson, t'i japin mbrojtje, në momentin që s'u intereson, ty të lënë batall. Pra ju hoqi këtë mbrojtje nga Kina. Koreas së Jugut. Pra dëmtimet janë shumë herë më të mëdha dhe në këtë aspekt të mbetet vetëm një gjë për të thënë. More, ky Donald Trumpi, a mos është poliagent ruso-kinez? Jo se regjia duhet kem aty atë lajmin që lidhet me faktin që brenda për një javë, domethënë mund të shkojmë drejt mbylljes luftës. Nuk e di nëse e ke dritan. Burime, se gjithmonë këto gazetat prestigjioze flasin për burime, nuk është se citojnë emra personash konkret, por bëhet fjalë që i është dhënë Netanyahut një të paktën sipas burimeve, i është dhënë një afat, një javor për të mbyllur luftën. Duhet kemi një gjë parasysh. E gjitha çfarë po jepet në mediat perëndimore. Ja ku jemi. Shtetet Bashkuara. E gjitha çfarë po jepet në mediat perëndimore ka të bëjë me këtë konceptin e krimit sikur aktualisht në rast se ti thua që Netanyahu i është dhënë, pra do thotë që iniciativën strategjike vazhdon ta ketë Amerika dhe Izraeli. Jo. Lufta nuk mbyllet kur të dojë Amerika ose Izraeli. Lufta do mbyllet kur do Irani, sepse ai ka kapacitetin strategjik. Pra në rast se ti thua unë nuk do qelloj nesër, dhe Irani ty lëshon pas nesër 40 raketa, ti çfarë do bësh? Ti detyruar të përgjigjesh, pra do thotë që luftën e mbyll ai. Në momentin që Irani thotë unë nuk do lëshoj më raketa, atëherë lufta është e mbyllur. Nuk ka më kapacitet politik, diplomatik dhe ushtarak as Izraeli dhe as Amerika që ta mbyllin këtë luftë. Ata kanë hyrë në një llafe, në një valle, kanë paguar parat. Tashmë nuk dalin dot më nga valla që kanë hyrë. Pasi vallen dhe muzikën e kësaj valle e ka Irani në dorë. Është Irani ai i cili po shkruan historinë tashmë. Jo këta. Dhe në momentin që Irani nuk do të lëshojë më raketa, atëherë mbyllet lufta. Për sa kohë Irani do të lëshojë raketa, atëherë lufta nuk mbyllet. Ju pak më në fillim thatë për deklaratën e Khameneit. Por në të njëjtën kohë me Khamenei bëri një deklaratë edhe Larijani, këshilltari kryetari i Këshillit të Sigurisë. I sigurisë, po se e verifikova dje. Ai përcaktoi qartësisht, tha që e para duam të na jepet riparacionet e luftës. Po. Fakti që ai kërkon riparacionet e luftës do thotë që ne nuk e mbyllim luftën. Pse? Sepse ti të kërkosh reparacion e luftës duhet më parë që ai tjetri të pranoj që ka humbur dhe të pranoj që të ka bërë dëm. Në këtë term. Në këtë term, kur ti e thua këtë, domethënë Amerika nuk është vend që pranon që ka humbur luftën. Pra kjo nuk bëhet. Që me të parë, e dyta, çfarë kërkoj? Reparacionet e luftës dhe ajo çka ishte më kryesorja. Tha, tërheqjen e gjitha bazave amerikane nga lindja e mesme. Po. Pra totalisht ato pothuajse janë tërhequra se nuk do investojmë në ato baza, kanë mbaruar, pra janë ikur. Dhe treta që ishte më kryesore, tha, tërheqja e Izraelit.
çdo thot tërheqja e Izraelit. Pra, tërheqje nga Gaza, tërheqje nga bregu perëndimor, tërheqje nga Libani. Sepse në rast se keni parë, Hezbollah nuk hyn në luftë me ditën e parë kur u vra Khamenei. Hezbollah hyn në luftë ditën e 4. Dhe pse hyn në luftë ditën e 4? Sepse për 4 ditë Iranit ju desh të bisedonte me Hezbollah që t'i mbushte mendjen që Hezbollah të hynin në këtë luftë për Iranin, sepse kësaj radhe Irani nuk do t'i lëj. Në luftën e parë që hyri Hezbollah për Hamasin, kur Izraeli goditi Hezbollah, Irani nuk e goditi Izraelin për Hezbollah. Po, kjo është e vërtet. Dhe në këtë rast Hezbollah u stepën dhe nuk po hynin në luftë për Iranin, por tashmë Irani ju ka dhënë garanci që neve nuk do të rigjemi derisa edhe juve të përfitoni nga kjo. Dhe për këtë moment dhe për këtë arsye kanë filluar të bëjnë operacione të përbashkëta. Pra garancia ka qenë maksimale dhe është maksimale në këtë aspekt. Prandaj kërkoi tërheqjen e Izraelit. Vetëm kaq, tërheqjen e Izraelit. Pra ku do të rriqet Izraeli? Pra do të rriqet nga Libani që ka hyrë, do të rriqet nga Hezbollah, do të rriqet nga Gaza, do të rriqet nga. Po duket siç edhe bomba bërthamore që Irani të mbaroi ciklin e plot. Jo, Irani do ta mbarojë sa ciklin e plot të programit bërthamor. Dhe përfshin kjo një bombë bërthamore? Përfshin dhe nuk e përfshin, sepse kemi një gjë. Ka një fatva. Ta ajetullahut. Po. Dhe fatva e ajetullahut qëndron në fuqi derisa të dalë një ajetullah tjetër ta heqi. Moshtaba Khamenei nuk është ajetullah dhe nuk ka kapacitete ta përmbysë këtë fatva. Pra fatva vazhdon të qëndrojë në pushtet. Kjo mund të bëhet, këtë fatva mund ta përmbysë ajetullahu ose ky komisioni që ka zgjedhur ajetullahun për 88 vetave. Pra duhet ata të votojnë unanimisht dhe jo me shumicë. Unanimisht ata duhet të jenë kundër kësaj. Gjë që është e pamundur të ndodhi. Prandaj kjo fatva do vazhdojë të qëndrojë. Do vazhdojë të mbetet në fuqi. Të mbetet në fuqi. Dritan, vim pak tek, nëse kemi kohë, vim pak tek rajoni në Ballkan. Pash dje një Vučić të shqetësuar për aleancën Shqipëri-Kosovë-Kroaci dhe njëkohësisht një lajm që lidhet me faktin që Serbia kishte bler raketa supersonike, më duket, dhe ja ku jemi, raketë supersonike, dhe kjo është Bloomberg, kjo është Bloomberg. Si i vlerëson këto zhvillime? Deklaratat e Vučićit janë deklarata në atë aspektin për të hequr vëmendjen nga ajo çfarë i ka bërë dhe të merren me deklaratën e tij politike, se problemi janë Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, të cilat nuk kanë asnjë kapacitet sot të sulmojnë Serbinë. Nuk kanë as kapacitetet të mbrohen vetë, as nga një sulm, edhe në rast se Serbia nesër sulmon me shoqatën e gjuetarëve, ne nuk kemi kapacitetet të tilla për të mbrojtur. Dhe jo më të sulmojmë sot Serbinë. S'kemi asnjë kapacitet për të sulmuar askënd, realisht. Kjo është. Dhe nuk kemi, edhe kur kemi pasur kapacitete, nuk e kemi pasur qëllim që të sulmojmë askënd. Dakor. Por duke qenë se Serbia ka bërë 2 blerje kohët e fundit. Ka pajisur avionët e saj MiG-29, i ka pajisur me raketa kineze CM-400. Po, e kam foton regjia. MiG-29? Po, MiG-29. Aktualisht Serbia ka 14 copë MiG-29. Dhe këta MiG-29 i ka updateuar dhe i ka pajisur me raketa CM-400. I ka updateuar në aspektin që ka bërë të mundur, sepse raketat CM-400, të cilat i shet, raketat CM-400, që i shet Kina e ka bërë këto raketa për eksport në mënyrë që të përdoren për çdo lloj avioni. Pra jo vetëm për avionet kinez, dhe si përdoren për çdo lloj avioni. Duke qenë se MiG-29 nuk ka në bordin e vet aparatura që ta drejtojnë direkt me aparaturë, atëherë çfarë bëhet? Pilotit në këtë rast i jepet një tablet, pra si telefoni, një tablet, dhe këto raketa drejtohen nga piloti me anë të tabletit që ka.